erdhi dimri dhe bashkë me dimrin erdhi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot. Mirë. Jep dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, rota, qep, hudra, do ja tregoj. Shikoni pak qa bukuria. Shikoni pak, në furë tashe. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani, e futa në furë. Do të albam, sa do të albam. Qëmë, dhe jetë. Jep. Dalim, marrë një punë. Më keni shkruar shumë pse nuk je në goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak, kush janë tani që vet. Unë ndërkohë jam këtu. Në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj. Mirë se erdhe o ju. Mirë se të gjitha. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në rruga. Të lëshaj që më makë. Po bje shumë Borë. Margat, kujdes në mos të fahen duart ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama, një qatë sa mame. Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti. Të pëlqen? Edhe ma shumë. Smush plot me borë kjo. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, komplet. Që më ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Ko e dhe ilë më baba? Puqes. Ata hopi më baba? Ata hopi më baba? Ko e dhe ilë ata hopi baba ty. Alo, ata hopi baba ty ilë. Po baba, pse se mbylli derën apo? Po të ka shojnë dhe mishia, sa është banoj e një si të bashkake në mërë. Sa i dhe. E përna ka frama, për zënje hapsire të publikut. Wow! Po bab, të të dashkën 4 më gjitha më bab me liru. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bab unë grupe këti së. Wow, shoqja Lunes! Kush është me zemër? Frozen? A, mori përdoret baba, hajde me e Është përdoret. Frozen? Me e përdoret baba, e futin të shpia, hajde. Hajde, ka përdoret baba, ka përdoret. Puqe baba, ka përdoret baba. Ka përdoret shumë baba, ka përdoret shumë. Ika baba. Qyqa, se film horror dhe vizë në atakse. Ika baba. Mua. Baba, e i qëllioqe ti baba me puqën në mua. Elsa do vlejmë balkon se. Aha, sa e mi. Do vlejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojshë. Po përpiqem të krijoj një outfit
Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Dhe tani doja të vija këtë shallin këtu të belin, siç ka dalë moda, po kemi një problem që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Ç'ti bëjmë? Në të lidha tani është koha të merremi me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Se nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni boll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet. Por të paktën kuptojeni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja, dhe flokët e mia mas heqjes, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erdha prapë të nesërmen për të rivënë flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me blep flokë të reja. Gjatë darkës janë rivënë prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësinë e flokut. Ja, dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në të lajfi që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë te asnjë peshqesh, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur në të lajfin, këtë në të lajf, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani